mundur, nuk rrim do që si të respektojmë edhe siglën. Renata Caci me mua sot këtë të ejte, mirëmëngjes. Mirëmëngjes o ylli bukur, fytyra më e bukur e ekranit. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes të gjithëve, po nuk la Muli, një nga operatorët tanë, që ta nisim me në mënyrën tonë më klasike emision e mëngjesit, sepse jemi live. Ua, më falë të mora profesionin. Unë po të dëgjoj me shumë qef, edhe prandaj jam me kënaqur të kem këtu, se fundja jemi brenda profesionit. Tu në shtëpi, nuk kemi ne kështu. Pse do gatuajmë, do bëjmë muhabet, do flasim, e vlerësoj shumë që je me mua në studio, po të uroj kështu publikisht suksese në sezonin e ri të Tak Fak. Uroj që të shkoj për te pritshmërive që ti ke. Faleminderit. Ndjehem shumë rehat, staf i mrekullueshëm, televizion me njerëz mrekullueshëm. Por fiksim ka Mulin, që thash dhe njerë, operatorin. Muli. Dhe Muli është degustatori numër 1 që ne kemi në studio, bashkë me mua, jemi të dy shumë kurios të provojmë se çfarë gatuhet këtu. Kështu që sot, ndër të tjera, kur të gatuash, mendoj që këto pjata do të provohen edhe nga stafi. Absolutisht, është era e parë që unë gatuaj përpara një ekrani, domethënë për ato që më ndjekin dhe për një staf të tërë, sepse kam patur edhe herë të tjera ftesa në për emisione gatimi, por nuk kam patur guximin ta bëj. Në shtëpi mbahem si një koqire e madhe dhe ri tërë ditën duke gatuar, dhe përpara se fillonte emisionin e bashkë ishim, fillova e pastrova dhe njerë të gjithë banakun, më tha Nila çfarë po bën? Zjodhi, zjodhi, tastat i pa ishin të pastër, ndroj 7 tava, se kjo është më e thellë, kjo s'është e bukur, kjo s'është. Kështu që u kuptua në pak minuta që Renata në shtëpi, këndin e gatimit të vetin e ka... tempull paqe. Sa mirë. është kënaqësim vetë, dhe për më tepër kur të jepet dhe duarsh pastaj, nuk ke nevojë. Nuk e di tani si çfarë rezultati do kemi, po jam në sepse thash që është era e parë që gatuaj për ballkamerave dhe normalisht kjo gjë ka firot e veta se nuk do jem daq e lirshme. Unë e lirshme jam gjithmonë para ekranit, por tek pjesa e gatimit tani është pak delikate dhe është një çik apo spektatori që të shikon me lup. Ua sa i paska thojt këtë bishtin e spinaqit nuk e ka grirë kështu, apo këtë. Okej, mirë, kështu që ne i presim edhe komentet nga të gjithë. Patjetër, por unë sot çfarë do gatuash për ne? E qënëse jemi në periudën sa është futur pranvera, unë do zgjidhja shumë të gatuaja njëja prak me gjeterushi, por ajo do 3 ditë kohë, unë zgjodha, vetëm po të na zinte Muli gjethet një natë për para, unë zgjodha burani me spinaq. Për të treguar dhe një lloj sensibilizimi që hani më pak mish dhe përdorni më shumë mjeshillishe këtë periudhë, mirë ju bën për gjakun, sepse kohët e fundit jemi bërë dhe doktoresha, duket dhe nga uniforma. Por sa më afër veganizmit dhe sa më larg mishit. Sot të zgjodha diçka shumë të lehtë, shumë tradicionale. Atë doja të thoja. Është dhe tradit, është dhe e sezonit, marrim edhe vlerat ushqyese, po ndërkohë kjo burania me spinaq do të shkonte shumë edhe me recetën e dytë. Po. Pra brenda një vakti le të themi. Supe ftohtë, i themin e ndryshe taratorit të Tiranësit. Tarator me kastravet, se me kunguj do ta digjnim prap furrën, siç e dojë një kolegja jon para ca ditësh. Po kungulli kur digjet mban më herë se buka e thekur më i motor, kështu që preferova ta bëj me kastravec, apo s'është dhe sezoni kastravecit tani. Okej. Është dhe sezoni spinaqit, edhe së bashku besoj që do të nxjerrim një produkt atëherë të ushqyeshëm dhe me ne duhet të nisim edhe nga puna, se e di si i kënkoha këtu. Prandaj tash është era e parë që gatuaj. Ku të duash ti e dashur? Ku je rehat? Ku? A të dalë këtu? Dile aty. Okej. Atëherë, me çfarë fillojmë në fillim? Të fillojmë me spinaqin, me qenë se do më shumë kohë të bëjë. Që ta vendosim në furrë. Që ta vendosim në furrë. Si fillim, unë spinaqin e bëj gjell, do të thënë e fus në tenxherën e gjellës për një 15 minuta, merr atë formën dhe në fund fare për 10 minuta, pastaj e fus dhe e pjek në furrë. Me vezët sipër, besoj. Me vezët o vital, të cilat si përdor dhe në shtëpinë time. Sigurisht. Super të mira në fakt. Kam ardhur që në 5 të mëngjesit të nderuar teleshikues, kam grirë spinaqin, kam lar enët, i kemi bërë të gjitha gati, dhe fillojmë. Qep të thatë nuk kemi, se zakonisht unë çdo gatim e bëj me qep të thatë, por këtë radhë zgjodha që mos ta përdor qepën. Në fakt duke qenë se duhet jemi më afër ishilliqeve dhe produkteve të freskëta të stinës.
Si shën kam sot nga goja, te leftaj, taj. Se nuk thua të vërtetën që në recet nuk pa ke nisur qepën e tha dhe ne nuk kemi sot në shtëpi? Po të lutem tani të gjitha do mi nxjerrësh këtu sekretet. Po. Unë nuk gatuaj dot me thik të madhe, gjithsesi, publiku tani po qesh që unë po qeroj këtë qepën në këtë lloj forme. Nëse do, një thik më të vogël. Okej. Megjithëse shiko, nuk është se janë të vogla, po kjo është po sharra, nuk bën për qepën. Kjo është me holl. Janë shumë okej këto tjerat. Okej, mirë. Do t'i provoj të gjitha. Se Elbe Teta edhe pak humor do bëjmë, të gatuaj me dashuri. Atëherë, fillojmë hedhim pak, ta ngrojmë pak plikën e sobës. Do këto apo atë? Këtë duash, Këtë, mos e ke të vogël të nxjerën, nga që Jo, mendova. absolutisht është shumë mirë, po do djegim një nga operatorët, po që se do t'a vëmë në maksimum atë. Nejse, vaj, ulliri dhe pak gjalp, por unë gjalpin prap nuk ta Rekomandoj? Nuk ta rekomandoj as ty, por nuk ta qova në recetën. Jo, nuk ma ke quar në recet. Jo, nuk ta kam quar në recet. Unë vdes për vaj ulliri, mos u Edhe i mërzisni, shkon spinaqit, në sepse fakt. nuk ju a hargjoj të gjithin. Atëherë, fillojmë, o zot, unë që gatuaj për herë të parë para një ekrani nuk e mbaj dot të qeshurën dhe për më tepër nuk bëj dot si ato guzhinjeret tradicionale që fillojnë dhe thonë, ja tani fillojmë me prerjen e bishtave të qepës. Anila, ç'ke për të thonë e dashur? Unë jam kurioze të di kur ke nisur ti të mësosh të gatuash. Që e vogël. Sa e vogël, për shembull, mbaj mend kush 3-4 vjeç, gjyshi më ka pas bërë një kështu një oklai, se kam jetuar në fshat një periudhë e kujtoj me shumë nostalgji. Mami, që e kam një dashuri të vërtet, që ju uroj shëndet e jetë o zot të gjithë mamave kudo që janë, më ka futur shumë herët në profesionin e kuzhinës, i përdorte shumë byrekët, prandaj është pak buçko tani. Edhe që atëherë mësova të gatuaj, që 5 vjeç me ato mjetet e mia rrethanore të asaj kohe, por që rezultoj tani këtë sa jo drasta në fakt është pak e madhe për ta ngritur. Është pak e madhe për ta ngritur, gjithsesi e marrim, e grim, e hedhim të kavardiset pak. Është shumë e thjesht, por çdo gjë, edhe pse e thjesht, do kohën dhe procedurën e vet. O zot, çfarë Niko qirje që jam. Nuk di, domethënë na ke lënë pa fjalë. Të lutem, unë të flasësh pak se vetëm unë po flas. Po unë nuk kam asgjë për të thënë. Unë kam ardhur këtu po të shoh ty, po mësoj të gatuaj nga ty. Okej, unë këtë e hodha, ndërkohë ti mu ta kavardisësh pak shepën e njom që mos na digjet. Unë kanë që në gatimet që ti ke shijuar më shumë kur ke qenë e vogël, që i kishe të preferuara. Do me thënë, ke qenë fëmijë i përkëdhelur që do gatuaj një pjatë vetëm për ty, apo për nuk kam patur shtateshe? oreks shumë, me kalimin e kohës jam bërë lubi për të ngrënë, se e vogël nuk kisha shumë oreks, me thënë të drejtën. Tani unë gjithmonë në skuqja ja edhe pak hudhër, por përpara se t'i hedhim spinaqin, sepse në momentin që hudhra digjet e dashur, merr një erë jo të këndshme gatimi. Sa mirë. Unë vdes për perime. Nuk e shef. Po. Do të thënë ti konsumon ushqime të shëndetshme. Shumë. I kujdesesh për Shumë ushqime të shëndetshme konsumoj, por këtë e rekomandoj edhe për teleshikuesit, sepse ta grim dhe këtë. Po me që, mos ta lëm të shkoj, do vetëm po e largoj pak, se po ta lëm më shumë do na digjen qepët. Po. Ndërkohë që ne vazhdojmë të bëjmë muhabet të dashur, sepse unë gjithmonë në shtëpi kur gatuaj, ose gatuaj në shoqërinë e ndonjë gote vere, ose dëgjoj muzikë, ose filma shqiptar. Asnjëherë nuk gatuaj vetëm. Nuk rri kështu në heshtje. Nuk rri në heshtje. Të ndodh ta gjesh veten duke folur me veten tënde. Se gatimi është një lloj terapie. Kalamajt e mi me 4 këmbë që i përshëndes, vdekt mami vet për ato. Përshëndes dhe shoqen time në fakt Albanën, që ka për gocë një 4 putroshe mia, që ajo vdes për burani me spinaq, edhe unë i thash për ty sot do të gatuaj gjellën tënde të preferuar. Dhe ne bebat i keme këtu, te bluza. Neve bebat i kemi këtu te bluza, këtu duket vetëm shila, por janë të ta tjerë sugjeroj edhe ty që ta bësh me nalën tënde këtë gjë. Shumë e bukur. Po, mund ta kavardisësh edhe pas Jo, djarë. vazhdoj, unë mendova thash mos do ta marrësh ta kryesh vetë si gatimi është artë në vetëm. Sa do që zgjedhim ndonjëherë gjëra të thjeshta për të gatuar, është dhe terapi. Nuk e di për ty, po që. Ha në shtëpi, po, edhe unë e kam terapi. E dua shumë. Është një ndër punët që e bëj me shef në shtëpi, se shiko kur je në familje është punë, nuk është thjesht shef, do ti do gatuar çdo ditë. Po realisht është një ndër gjërat që mund të qëndrojnë në kuzhinë edhe unë pa asnjë lloj problemi. Ta lëm pak të kavardiset ajo. E lëm në rregull. Doja të pyes, ja, je natyrë që ha në shtëpi, që merr diçka me vete kur e di që dita do të zë jashtë, apo që edhe porosit ndonjëherë në ambientet e ushqimit rreth e qark punës apo ku ti qëndron?
Jo, këtu në punë kemi një lokal shumë të mirë me thënë drejtën që unë pasere ha këtu, nuk e di në mund ta përmend, po që mund ta përmendesh. Prestigjin të një restorantin ton që është i këndshëm dhe vetëm aty mund të konsumoj diçka kur thuhet diçka jashtë. Po. Jo ndonjëherë, po shpesh herë preferoj të marr nga shtëpia. Okej, merr nga shtëpia. Marr nga shtëpia për çështje lëvizje, çështje kohe dhe shumë shpesh më gjeni me tasa në makinë, në trafik kur ka dalë semafori i kuq, unë konsumoj atë sallatën time shpejt e shpejt me syze dielli pa më parë kush. Kështu që kjo është një metodë shumë e mirë për të ruajtur trupin në formë dhe për të ushqyer sa më shëndetshëm në thonjza, sepse të hash shpejt nuk është aq shëndetshme, por në fakt. Po mirë, në këtë ritmin e ditës që ne kemi her pas here, nuk e kemi të gjithë atë terezin që të shtrohemi me. Ashtu tepër që jeta e televizionit të përfshin shumë edhe. Ua, nuk e lë thërrimen të hiki kot. Nisa të pyesja, po më hiku nga je me origjinën edhe? Unë me origjinë jam korçare. Ndaj nuk e lë të shkoj kot. Po, jam 4 breza në Tiranë, kështu që tash gjykoj vet. Mamin e kam nga zonat e Elbasanit. Unë preferoj doreza në kuzhinë, por sot i kam larë duart me klor që në 4:30 mëngjesit, sa ashtu ishte puna, edhe pa merak, domethënë. Këtë po e thua për ata që do na komentojnë, thua ti? Shiko, ne këtu përpiqemi të gatuajmë si në shtëpi. Se e di që jemi në shtëpi. Asnjë nga ne në shtëpi nuk përdor dorezat. Lajm duart mirë para se të gatuajmë dhe gjatë procesit të gatimit, kështu që është e kohë të bëjmë sikur do ishim shumë të pasinqert. Do ishim shumë hipokrit. Ashtu. Atëherë, duke qenë se spinaci, duke qenë se spinaci firon shumë, dhe ti mund të marrësh një thes dhe mund të dalë një grusht, ne do të presim që me kavardisjen të zhduket pak, do më thënë të bjeri pak volumi spinaci, dhe në qoftë se nuk bie total, atëherë do të lëmë për më vonë ose për nesër të haj salat mulli, kur e merr uria. Dhe bashkë me spinacin do të fillojmë të kavardisim dhe orizin që të marrë atë një mështin e parë, si thonë, sepse duhet në furrë të futet gati 80% i zier, se orizi është ingredienti që merr më shumë më vonë val për të zier. Po, spinaci gatuhet shpejt, që e pa është kavardisur, vezët do t'i duhet pak kohë sa të piqen, kështu që në zjerjen e orizit do ta bëjmë. Unë vezën e preferoj ta rat, 2 kokra vezë ja hedh sipër, sepse në momentin që ja hedhim kokër, ajo forcohet ndonjëherë. Ndonjëherë zatë është stresën lart nëse e pjekim më shumë se duhet. Po. Po, edhe ajo mënyrë interesante është. Na shue bëjnë në shtëpi. Edhe krijon një si stres. Po, edhe me spinaqin duhet të kemi pak terezi me kripën, sepse është një lloj perimi apo një lloj jeshilliku, si puna e barbunjave që e thith shumë kripën, dhe sa më shumë ti hedhësh, aq më, si thon tironësit, aq më shëllinët del. Dhe pastaj mos kemi ndonjë me diabet këtë i vërdall edhe i bën dëm, thotë, sa keq gatuan ta ajo. Jo, nuk do i thotë asnjëri. Unë do mendoj që të shojmë pak recetat në ekran, se ende si kemi lexuar. Si e përgatit Renada buranin me spinaq dhe vezë. Ta shohim pak. Nëse do përdorim 1 kilogram spinaq të freskët, do të na duhen 5 qep të njoma, 5 lugë gjelle vaj ulliri, 3-4 lugë gjelle oriz, 3-4 vezë, 2, varet për sa gatuani, për sa persona. Po, për sa persona. Kemi kripën, piperi, për 24 na duhen 15 pikuri vezë, për shembull. Kemi na, ja. Këto 15 që janë këtu të Ovitanit, besoj duhet ta kemi plot. Ja, ku është? Vezët më të mira, që ne i kemi vërtet shumë kënaqësi, ku i kemi të dyja bashkë. Ti kemi këtu në këndin tonë të gatimit, e me qënë se jemi të këta bashkëpunëtorët tanë shumë të rëndësishëm në këndin e kuzhinës, unë nuk do lija pa përmendur edhe pak se unë vdes për vaj ulliri. Shtoja ti. Unë ndërkohë, po ju them që nëse doni të bëni byrek, ne nisëm me byrekun bisedën, të bëni pizza, të bëni një recet me miell misri edhe me spinaq përsëri. Pra ja, punat e për spinaq ne e bëjmë me miell misri tip pispilie, bëhet shumë e mirë. Po doni të bëni ëmbëlsira, kek që i ka të gjitha brenda është mielli farinam. Sigurisht që është mielli Ola nga kompania Atlas. Ai që na olën përdor edhe unë olën përdor. Na përdor shumë. Jo Ola Bruko, no? Olën, mielin. Sot Renata ka nisur me gjithë kolegët. E ka nisur me gjithë kolegët. Ndërkohë, shkurtimisht do doja të përmendja gjithashtu, i kemi në frigorifer, do t'i nxjerr pas pak, janë prosciutrat, sallamrat, nën produktet e mishit më të mirat dhe më cilësoret që ju i gjeni në emrin e kompanisë tona. Ne këtu në Villa 24 përdorim pikërisht ato.
por që sot nuk I kemi pjesë të recetave tona, sepse kemi menduar të jemi vetëm me jeshillëqe, me sarsavate. Shqisi është spinaci, gjithë dashuri e shikon të nxeren. Po, ja këtu, tjetër, u krye. Tani, shiko. Po e dashur. Tani, do ta kavardis dhe pak, do t'i shtoj pak hudhër, ndërkohë që unë do t'i shtoj orizin, edhe do t'i hedhim ujnë fab, të filloj të marrë atë një trajtshmërin e saj, do t'i hedhim erzat, edhe e marrim e fusim 10 apo 12 minuta në furrë dhe 5 minutën e fundit I hedhim vezët. Dhe kaq. Edhe gatuhet shpejt, është recetë e shpejt. Është shumë e shpejt, si pasta. Pasta është pak më shpejt, do të thonë është receta e vetme që është kaq e shpejt. Sepse duke qenë që spinaqi gatuhet shumë kollaj. Spinaqi të vetme në angari, po themi, ka kohën e larjes. Ushqimet që gatuhen dembelët janë gjithmonë me kalori dhe jo të shëndetshme. Për dembelët I vetmi ushqim që ka vlerat mjaftueshme është spinaqi. Pra ata që përtojnë gatuhen ose që s'kan kohë gatuhen. Që I bjen shkurt. Po, që I bjen shkurt. Se ai Marseli, kolegu imi I takfakut, erdhi këtu na gatoi byrek. Byrek me qumash, po. Po, e disa I mirë doli. I mirë doli? Për mua kishte gatuar një tjetër dhe tha të lutem provoje pak dorën time, tha. Si të do? Byrek me qumash, gjetet I të gatuash, I thash. Ti shëndoshim njerëzit. Gatuaj gjëra. Të shëndetshme, healthy. Si ka dalë kjo fjala tani, unë ha healthy. Thujmi më, nuk e ha ynyrën, si që thonë Tiranë, unë ha healthy, ua. Po qa do bëjmë Anila tash, të shpërndajmë pak pozitivitet? Na duhet shumë, sidomos në mëngjes. Të toksicitet që na ka rrethuar në të gjithë universin. Dhe në qoftë se bëjmë një shaka më shumë, e mendoj që nuk e marrim për keq, kështu që kaq mjafton orizi që mos të dali, bile si kam hedhur shumë oriz, nuk duhet I hidja kaq shumë. Orizi është sa për të thithur atë lagështirën e spinaqit. I hodha pak shumë, gjithsesi ato që do ta provojnë mos të ndjehen fare. Në di që muli I ha të gjitha, kështu që prandaj dhe unë nuk pas kam kompleks fare të gatua kam sot. Thot Anila, qarë po plaçit kjo aty, se na vonoj 3 orë duke ka vardis spinaqi, do kohën e vetë zemra. Pa tjetër, unë prandaj jam këtu, unë thjesht po të shoh me shumë Ajo do vëmendje. kohën e vetë. Me ëmbëlsirat si e ke raportin? Gatuan? Zero. Jo. Më dalin tut kallë, gjithmonë. Tut kallë më dalin. Si ka mundsi? Nuk e di, nuk më do ëmbëlsira fare nga që edhe unë si dua. Okej, e pa mirë, pra është reciproke. Ëmbëlsira dhe me bërjen e brumit, do të thonë petat e këto I hap e bëj byrekun shumë të mirë. Jo, nuk më del si mami. Me brumit e më ëmbëlsirat, pikërisht me 2 gjërat të cilat vërtet janë shumë të mira për shëndetin, por që të shijojnë drejqit a haj shumë kur I shkon mendja ndonjëherë për diçka. Po patjetër që po, çdo gjë është bërë për të konsumuar, se mos bëjmë tani sikur jemi rrit në çdo gjë konsumohet. Afton njerëz në shtëpi për dreka ose për darka si e ke raportin? Valla e kohët e fundit përtoj shumë të ftoj njerëz se kush gatuan për 5-6 veta dhe kush lanë enat. Po më përpara prindrit tanë kanë patur mënyrën më, do të thënë, ka qenë si e detyrueshme ose si lloj zakoni që çdo javë neve të kishim miq në shtëpi dhe I kemi mirëpritur, I përshëndesim të vinë përsëri, por që tash sikurse kemi shumë atë Terezin zemër se kjo rutina na ka mbërthyer. Si ishte kjo? I përshëndesim të vinë përsëri, po sikurse kemi shumë Terezin. Tani o të vinë, o mos vinë. Jo, patjetër, unë e kam në përgjithësi. Jo, hajde, mi, po s'ka njëri në shtëpi është ideja. Unë e kam në përgjithësi. Asaj mirë u bë kjo. Unë më vonë do t'ja shtoj kripën. Tani të lutem, mund t'i hedhim pak ujin tim të preferuar? Fajn fab, po. Më muli që po më shikon tani, thot, o zot kur po bëhet se vdi që s'kam ngrënë as mëngjes, e di po duro. Çdo gjë ka kohën e vet I dashur. Okej. Do ta lëm të vloj. Mos është pak ujë apo është tamam? Si thua ti? Jo, mirë është. Unë mendoj që është tamam, se s'duhet të dalë e qullët, se s'është supë. Jo. Pastaj po e pam që absolutisht që zele qullës sepse do të futet në furrë dhe do mpikset. Prandaj është furra për mpikse. Tani ne do të na duhet ta lëm orizin të zihet. Do një çikull prandaj. 10% orizit. Orizit do zihen në tenxhere për t'u bërë gati për në furrë, ndërkohë që neve vazhdojmë me procedurën tjetër duke bërë muhabet, duke bërë terator. Ashtu e bëjmë. E lëm të zihet plotësisht dhe do të kalojmë tek receta tjetër, po ndërkohë do na njoftojmë pak si jemi me kohën. Megjithatë ne mund bëjmë një pastrim kastraveci ndërkohë ose pastrim. Çfarë do bëjmë Anila? Jo, po mendoja që ne tani besoj se kemi më shumë se 1 ose 2 minuta kohë. Kështu që le të pastrojmë kastravetat. Për të mbaruar komplet rubrika? Jo, kemi publicitet.
Se si vedove, ti do ta linim ne pa mbaruar... Qa flet unë? Thjesht, bëjmë një shkëputje, ne? A duhet ta lëmë orizin të gatuhet? Me këtë, jo, sepse e përdorëm për qepën dhe e qeroj me këtë. Që unë e kam vdekje këtë thikën e madhe, Po pra. Çfarë të bëj me dashur? E pret në kubik, e grin me rende, si e bën Në kubik e pres. Okej. Me rende i bie xaxish pastaj. Sa trashë e qerova. Shiko, kemi nevojë për pak pushim. Patjetër, tani Por direkt. këtu jemi ne, kur të kthehemi, do vendosim spinaqin në furrë, besoj aq kohë do jetë zero orizi, edhe do mbarojmë taratorën. Ashtu e bëjmë. Mirë, pak pushim, pak publicitet, këtu jemi ne, ju mos të largoni, ju presim. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live në kuzhinë, kemi bërë muhabet, kemi qarë hallet. Bëm planet për jetën. I kryem të gjitha. La menët, se s'të mund qik shpinë, edhe ja, ku jemi. Dhe ende kemi pa vendosur në furrë spinaqin, buradin me spinaq, dhe kemi nisur vetëm me pastrimin e kastravecit për të bërë taratorin. Ndërkohë, do vazhdojmë me spinaqin, apo ta lëmë të 2 minuta sa të zjetë orisi, pastaj ndërkohë që unë taratorin e bëj me ujë. Domethënë e holloj pak kosin, nuk e lë kështu si të dali si xaxhiq, si salc kosi. Okej, ti e di? Okej? Të duhet luk, të duhet rase? Rase veze, ja ku e kam. I kam marrë masat, zemra ime. I mësoj. Prap me ujnë fab. Kush do të hajë gjithë tarator? Hajtë, tani fillon edhe ngrohet nga pak koha edhe të freskon edhe është goxha i shëndetshëm. Po, shumë i mirë, supë e ftohtë, po që ka shumë vlera dhe kjo, sepse jo çdo gjë me kalori duhet të ngopë po zemra ime, sepse zakonisht brumrat janë për të mbushur barkun, i themi na. Kur do diçka të rëndë. Kur do diçka të rëndë ndonjëherë që edhe pas atij brumit pastaj të zëaj gjumi që nuk do të shohësh 2 ditë. Përsa këto janë kështu. Sa bukur që e kam bërë një trajtshmëri këtij kosit me ujin, sigurisht sepse është ujë fab, por jo vetëm. Është dhe dora ime. Patjetër. Magjike. Shka, unë shoh që ti punon me sy, gatuan me sy, si Gatuaj me sy, zemra nuk e njoh masën. Po pra, Këtë po e lë këtu, ku është dhe kjo e papastra. Ja i pastrojoni, heqo. Ska gjë. Edhe ndërkohë, derisa të fitoj kjo prap një trajtshmëri, a mund ta fusim spinaqin në furrë? Ashtu e bëjmë, po. Të fitojmë edhe kohë, që t'i lëm pak edhe vezëve të... Dhe këto tash unë se ja e fika. Këtë tavën, nuk ta përdorim për spinaqin. Na falni për zhurmën. Preferoj të gatuaj me 2 lugë, edhe me këtë të vocklën, edhe me lugën e drurit. Okej. Zotë Shani Koqirje thonë të sa, ua, kjo s'duke i fare. Po na çudit sot, Renata. Po unë gjithmonë këtë pjesën tënde. Shikoj, di si ndodh me artistët, nga që i shohim në ekran, i shohim në shfaqje, i shohim në skenë, dhe është krijuar ideja që këta vetëm këtë din të bëjnë. Pra, të çmendur pas profesionit. Po kur ma ngatrojnë dhe në jetën e përditshme, dhe në përhalle, ku jam, dhe në për radha, në për gjëra, e mëse je atjeti të bë humor. Dhe më thënë ngatrojnë profesionin dhe me përditshmërinë tonë. Po edhe me njerëz jemi. Ja, vërtet. Edhe për më tepër sot, unë e vlerësoj akoma edhe më shumë faktin që jeti me këtu me mua në studio, se e di që nuk po kalon atë periudhën më të qetë të jetës tënde. O, zemra ime, po, e përshëndes maman, ka patur ca shqetësime shëndetësore. Edhe e përshëndes shumë, por gjithsesi unë vendosa të vija dhe ta nisja ditën me pozitivitet të ty. Do në vlerësoj shumë. Faleminderit. Ka marrë të ngjyrën e bukur. Sa mirë e ke bërë e qave. Unë jam njishmi, po kush më beson mua. Renada, thonë, ama Malena, thënë e vrikja, ditë bëj, ose me nerva, thonë, ose ditë bëj të qesh. Asë njësë më mërë seriosisht. Do me thënë, ti nuk e një të mesme si pas opinionit. Ma në opinioni aty le të flëri se... Tava ime e tregon, gjithë shka sot. Tava me spinaq tregon personalitetin e temperamentin. Ashtu, e shëndetshme. E shëndetshme. Praktike. Ajo fura kam përshtypjen që është në një gradacion pak më të larë se sa duhet. E ullim, ku ta qoj? 180? Jo, të 70 a mi? Të 200 ose 180? Jo, të 200 a më mi. 180, okej. Ase e kontrollojmë her pas here, se duke qenë se ka marrë temperaturë goxha. E pra, ku e lete, 180? 180 a lash, kujdes duar se shumë nxehtë. Pra ne do ta lëmë një 5 minutë kështu i bie? Rregulloje vetë, si duash ti. 190 ndoshta. Okej.
Më pak, jo, pak më shumë se 5 minuta. Okej, pastaj do të shtojmë vezët e Do të shtojmë vezën, rahura. 5 minutat e fundit, unë pikse totale dhe po unë harrova ti hidhja erzat. Ja shtojmë nga sipër. Nga sipër jo, koper harrova ti hidhja. Po gjithsesi s'ka problem. A do ta nxjerrem? Unë këto më tepër i kisha për taratorin se sa për spinaqin. E di në fakt, po. Ashtu e kemi Ta dhe lëm na- një çik shqeto që ta shijojmë ashtu siç është. E lëm. Shiko se erzat shtohen dhe në pjatë kush ka dëshirë t'ja Kush ka t'ja dëshirë shtojë nga nga shtoj dhe në sipër, pjatë, kështu që kështu nuk na që bëj nuk është shpun, një ja. problem i madh. Neve jemi mësuar që t'i grimë thik këto. Unë i bëj në kubik kastravecët Okej. për taratorin, tash na falni se jemi çik kështu me çobançe. Po, i shiko është dhe problemi pak i thikave. O i kemi shumë të Jo, mëdha, o i kemi shumë të vogla. s'para e përdor renden, shumë sepse më lodh goxha. Rendja në kuzhinë. Kështu që me këto thikat është okej. Pra si organizon javën në ja Mos pikërisht në pyetash këtë gatim. periudhë një herë di si jam, për të Ashtu, organizuar javën, aq eksperiencë përfitova, sa që mund të organizoj të dreka darka nëpër lokale. Ta publikojmë ne për rezervime. Po, edhe unë ta bësh. Do ta organizoj dhe agendën tënde. Mirë do ishte. Dëshiron? Njën aty që bën pazar, që shikon çmimet, që thua sot do Çmimet shpenzoj nuk i shikoj kaq fare, lekë, unë nuk kam i disa shikon, a? pika që shkoj që gati, kjo do edhe një gjysëm. Do të thënë je besnike e një vendi po Po, themi ku jam bën besnike një pazar. vendi. Po. Dhe e përshëndes, Vjollca e ka emrin ajo. Është e Myslimshyri. Dhe Vjollca e di kur shkon ti se çfarë si i do E gjërat. di Vjollca. Gjitha perimet aty i marr. Që na u lodhën muskujt e gishtave. Po pra të lodhëm pak sot. Ua, lodhi kjo thika, sepse unë nuk gjej karar me thikën, edhe në shtëpi kështu e kam. Mbi 30 thika nuk gjej karar. Po, dhe përdor po njëra. E përdor, Laj po. përdor, laj Jam përdor. fiksuar me njërën që është 10 vjeçare, që edhe bishti në ka shumë të vjetër. Po. Me ato kam zënë karar, ku e diu. Ajo është Kam më krijuar një lloj saktë. kimie me ato thikën. Nuk i ndrojnë gjëra domethënë përgjithsisht, a? Varet. Varet. Fikës po ju put bishti dhe mund ta ndrojë. Mund t'i shpak duart. Okej. I hedhim krip sipas dëshirës. Patjetër. Unë vdes për kripun, po. Tjetë edhe pak, sepse është goxha tas. E do kosi po, edhe E i do shkon dhe një pak, çik e. po, ishte mshia. Kush nuk e ha kripun, le të vazhdoj. Muli e besoj që e ha. Si e kanë pritur njerëzit, publiku, po qoftë edhe miqt. Pak piper të zi e do. Pak uthull, ke? Po për të pasur kemi, po ja thjesht ai gjejmë këtu poshtë. Ke, si kur është në Uthull shtëpinë e molle? veta, Nila. Disha fare, dhe me veten time sot. Jo, kjo nuk paska. Jo, në qoftë se s'është uthull nga këto klasiket. Në thënë drejtën s'po i Falë që gjej. të vura në sikletë, dashura ime, po. Ka që fare, që është kjo këtu? Qeto... S'ka gjë. Usula Ajo e është komplet mollës që preferencë ne kemi personale. që ka bosh për momentin. Duhet jetë në... E duhet jetë Kondin aty e shtëpisë mbrapa, në por tani magazin, nuk po. jemi duke shkuar më për pak. A do uthull. limona nuk krym punë, edhe Jo, uso, jo, edhe uso. absolutisht. Dëgjoj, ajo është thjesht sipas dëshirës, ë? Edhe kjo është sipas dëshirës, sepse unë ngriva të gjithë koperat dhe jo dha vetëm pak. Hudrat e shtove? Tani, A në fund. në fund, hudrat janë ingredienti imi preferuar në çdo lloj gatimi në shtëpi. I përdor. Shumë. Unë e kam qef në fakt. I përdor në Shumë, gatim. por unë nuk jam ato metodën që qeroj, iqi vetëm koka dhe pastaj bëje kështu me thika. E kam bërë një herë ato metodën që dalin këto në Që për i Instagram, shtypin që i kështu. shtypin kështu, e kam bërë një herë dhe vrava këtë. Nuk Renata thash rritë metoda jote klasike, si që kam mësuar gjyshja me mamin. Mos u merr me tash kjo hudra do një çik shtypse në vec, ose renden. Në fakt e kemi ato që bën kështu. Ik tash u bë ajo, s'ka problem. Jo, se më vjen keq se po dalim sikur si kemi. Po ti kemi, po s'dua unë ta përdor. Sa po të na vi Katerina, do t'i Kush është kemi të Katerina? gjitha. Katerina, pse? Zonja që na Zonja, e kemi po, pjesë të gatimit patjetër. tonë. Katerina ka munguar këto ditë për problemet e saj shëndetësore, por shumë Ju shpejt do urojmë t'jetë të këtu, shkuara dhe zonjës patjetër. Katerina, kemi shumë respekt dhe për gatimet e saj. Po, vërtet i qanë në fakt. Po, i qanë. Edhe unë kur vija ndonjëherë këtu mëngjes, toja, ua, qa era mirë. Po është Katerina, harrova fare unë që është këndi gatimit tu. Unë emisionin tënde ndjek çdo ditë, por që ajo era e gatimit, sikur të mos kesh në mbrëmend fare të vish e ftuar në emisionin tënd, të ndjell ajo dhe do vish se s'bën. Ashtu, edhe të ftuarit kur futen me ato, çka keni bërë sot? Se Po. është ai orari që Gatimi është vërtet knajsim vetë. knaqësim vete dhe terapim vete, sigurisht. Besoj se kemi kolladris në i gjë këtu tani. Jo, është bërë shumë mirë. I shtojmë pak vaj ulliri, unë vdes për vaj ulliri. I hedh njerë më shumë se ç'duhet,
Ju ambarova vaj, no njerëz, më falni. Vaj kemi, sa të E duash. di që i keni, zemra, por jam pak dorë lëshuar tek pjesa e vajt. Muli besoj se këtë do të hash me kënaqësi të madhe. Për të marrë dhe një pjatë që ta shërbejmë kështu bukur. Tani unë nuk e di, sipas syrit që kam, ka nevojë dhe për pak krip, kam përshtypjen, por që gatimet me sa më pak krip, aq më të mira bëhen, por gjithsesi kjo e ka nevojën për pak, edhe pak fare. Ja, kaq. Don të uaç na bëri kjo taratorën e dim, të bëjmë duam ndonjë gjë që s'dim. Po ku ka gjë më të shëndetshme se sa gatime tradicionale. Mund të japim dhe një ide ndonjë teleshikuesi sot që s'ka shumë kohë të gatuaj, dhe këto janë gatimet e shpejta, të stinës, kështu që Po. Plus që spinaqi shkon me Po, kosi, patjetër, kështu që në po. këtë rast e kemi edhe me ato ingredientet e tjerë që i duan taratorit. Atëherë, taratorin e marrim, e hedhim. Zot sa imi që është dua ta ha tani, po të respektojmë pak etikën. Ta marrim dhe një çik ku ka pak vaj ulliri. Bukur. Edhe pak shpirti, se unë vdes proporcionet ndaja, prandaj shëndoshemi në shqiptarët Aty e kemi ne, po. Ne pos na dhim ti stomaku deri te shpina, kur ham vaktin, nuk e themi se pse jam shnoshe. Është, kemi në rraf, nuk e që bëm. Dhe e bukën, pastaj nga 2-3 bukë. Shëndet ju bëshin gjithë dhe njerëz mëse vrisni mendin, rëndësit keni shëndetin, po ato porcionet e mdaja të dëmtojnë pak ndonjëherë, me thënë të drejtën. Të lumshin duart. Për zbukurim, po e ke qarë, mo, ja ke qarë, shisa bukur aman, ka dalë. nuk e di, më thënë e kam dorën, nuk e di. Ja, tani, Muli po kujdeset që të ta kthejmë derin. Të ta kthejmë derin. Kjo është këtu proporcionet e stafit, më vonë. Atëherë ta nxjerrim nga fura dhe të merrim 4 minuta kohë kemi. Okej, patjetër. Prit, më çdo e kapësh me duar që u nisë direkt. Okej. Atëherë. Po edhe këtë e kam qarë, Anila, e kam qarë. Po me thënë të drejtën edhe mua po pëlqen. Bash, se mos digjesh. Të lutem. Jam mësuar unë këtu. Thjesht nuk dua ta bësh ti këtë gjë se s'ka problem. Unë preferoj ti hedh 2 vezë të rrahura, ndërkohë nuk është shumë për një tavë, ka ishte vogël gjithsesi. E kemi të pastër këtë këtu. Ovitalin ton e kemi këtu dhe duhet furrën po e lë hapur se do e kthejmë prap. Unë i thyej kështu në përcepat e tavolinës. Jam popullore kështu, Anila, nuk kam më vese. Je praktike. I jep drejtim gjërave. Tëk. S'po i gjej atë rasën e vogël. Mos është e madhe? Nuk ka problem, kjo është okej. Ja, pra, po, ndërkohë që në qoftë se neve nuk ja kishim hedhur piperin e zi, mund ta shtojmë në vezë. Po. Pak fare, sa për atë këto gjërat pikante, sigurisht shtojnë shik lexetin nga timeve, edhe pse janë shumë të mira të përdorësh me shumicë. Nja edhe kjo u krye. Më falës. S'ka gjë. Jemi drejt. Nuk e di pse kohët e fundit në çdo moment kërkoj falje. Jam edukat. Ç'është e kultura. Po. Si vazhdon dita jote sot? Dita ime në punë, televizion, do merremi pak me gjërat tona personale, me hallem the thash, me çuçat e mi, 4 këmshas. Jam një njeri që rutinën e mbush, nuk e lë pasive ditën. Dhe besoj se doja dalim. Jemi mësuar me sakrifica dhe ndërkohë dhe me gjërat bukura. Ka dhe periude që s'ke kohë fare të merresh me veten, që se si unë e gjej gjithmonë kohën. Ta çoj unë? Mund ta çoj dhe unë, s'ka problem, mund ta çosh. Tani, ne kemi diku 3 minuta kohë. Po? Kam përshtypjen që 2 minuta pas kemi, pra nuk do ta kemi 100% të mundur që neve në përmjet ekranit ta provojmë tavën me gatimin tim, neve se ta provojmë mbas emisionit. Ne mbas emisionit, dhe ne kemi dhe një mënyrë tjetër që e përdorim gjithmonë, ja kështu kur nuk na mjafton koha, por i bëjmë pastaj punën, filloj të sistemoj. Gati të shkoj të pastroj lavamanin. Më fale, ka. Kështu që po të mbaj këtu se më ikën. Po thojaj që videot ku i gjejmë ne këtë mrekullin që kemi bërë sot. Në YouTube, sigurisht. Vila 24, në News 24. Dhe
pjatën e përfunduar, do me thënë buranin me spinaqe edhe të shërbyer në një pjatë, do ta kemi në Balkan Web. Aty ne postojmë të gjitha këto pjatat që ndonjëherë na mbeten të pa përfunduar për shkak të kohës, se ekrani asnjëherë nuk të siguron që Biles nuk them që mjaftueshëm me përmblodhëm të gjithën, edhe brenda notave të humorit bisedën e këndshme, por edhe me gatimin që mua me thënë të drejtën e kisha menduar shumë vështirë përpara ekranit gatuar, ishte një gjë që thjeshta që okej, ishte edhe gatimi i thjeshtë, por gjithsesi kjo s'ka të bëj fare. Energjia jote e mirë, gjithë emisionet, gjithë stafit, më ndihmoi dhe mua që gjithçka besoj se doli e kopsitur në Por aq kohë ti këtë gjë e ke rutinë të ditës tënde, e ke pjesë të është e vërtetë, po. Është njësoj. Thjesht këtu të duhet të mendosh që mënyra se si pret apo se si gatuan ndonjëherë edhe komentohet. Përfundjana do komentojmë çfarëdo që të bëjmë. Po unë vdes komentojmë për keq, se antireklama është reklama më e mirë do personazhin. Dhe pse them këtë? Jo sepse do komentojmë për keq, nuk paragjykoj veten apo komentuesit, e du publikun shumë. E dua, i kam dhënë shumë dhe më ka dhënë për shumë vite. Po ideja është që kohët e fundit njerëzit janë bërë pak cinik në pjesën e të shkruarit, bëjnë ato punët e shtëpisë, ulin aty në koltuk edhe bëjnë komente. Në ato njeri unë me moral super pastër edhe vetëm kritikojnë gjithë kohës. Shu që unë shumë mirë pres kritikat se sa lavdrimet. Lavdrimet i kam në xhep gjatë kaq vite. I ke aty. Kur të duhen. Por ishim mirë besoj. Ishim shumë mirë. Unë falenderoj që ishe me mua në studio, falenderoj për gjithë kohën që na kushtove, për drekën që na gatove, edhe të pres përsëri kur të kesh kohë të zgjohesh herët edhe të vish këtu për të ndarë tjera receta për ne. Faleminderit. Po kur zgjohem vonë nuk më prisni. Kur zgjohesh vonë edhe haje drekën këtu, gjithmonë në Villa 24 ka një pjatë gati dhe të uroj suksese shumë ty, Marcelit, gjithë stafit të Takfak, duke fituar që të mërkurave në mbrëmje në ekranin e News 24. Do ta shihni në vazhdimsi, janë dhënë vetëm 2 puntata apo jo, kështu që është ende apo 3, 2 më duket. Ty dje ishte e dyta? Po, e dyta. Jeni ende në start, po thoja, kështu që keni sezon të gjatë përpara. Në start, po kemi filluar fuqishëm. E vërtet. Kemi filluar fuqishëm dhe është një emision, jo vetëm investigativ, është një mini show investigativ, kështu e kemi ideuar të gjithë pjesa e stafit, punën të gjithë për të edhe që të nxjerrim diçka të lezetshme. Jam shumë e lumtur që News 24 ma hapi derën, kam gjetur vërtet një familje shumë të madhe dhe shumë të mirë. Shumë të mirë kuptueshme për çdo gjë. E vërtet. E di. Faleminderit, ditë të mbarë. Dhe sukses edhe juve, është emision shumë i lezetshëm dhe me energji nuk e di, domethënë duhet vish në studio ta shohësh. Faleminderit shumë që ishe këtu. Ditë të mbarë. Tani kemi publicitet, pastaj do kthehemi në këndin tonë të ftuarve. Kemi një mik që do të vi sot në Villa 24, do bëjmë një bisedë të shtruar por edhe interesante me të. Pas pak ju prezantoj me të ftuarin dhe nisim bisedën.